Të flasim tani për ngërçin politik ku ndodhet Kosova, të rejat më të fundit në i përcjell drejt për drejt nga Prishtina gazetarja Blerta Dalloshi Berisha. Blerta, a ka patur ndonjë sinjal të ri për zhbllokimin e situatës pas takimit Kurti Abdigjiku që u zhvillua pas ditën e djeshme? Në fakt nuk ka asgjë konkrete nga ana e këtyre dy partive politike të cilët janë takuar një ditë më parë. Krerët e këtyre dy partive politike me përfaqësuesit e tyre kanë mbetur të konsultohen me partitë e tyre para se të vinte një emër konkret, kështu së paku kanë deklaruar për media, por derisa këto dy parti takohen jashtë afatit kushtetues për çështjen e presidentit, për konstituimin e kuvendit jashtë afatit kushtetues. Ta cekë edhe më njëherë, Partia Demokratike e Kosovës sërish ka zhvilluar një aksion para qeverisë ku i kujton Kurtit që është deputet dhe nuk është kryeministër dhe se duhet që të jetë në kuvendin e Kosovës për të konstituar kuvendin. Gjithashtu, kësaj radhe, Partisë Demokratike të Kosovës këtij aksioni janë bashkuar edhe prodhuesit vendor, të cilët thonë se duan që të kenë institucione në mënyrë që të kenë ku të adresohen kërkesat dhe shqetësimet e tyre. Të falenderoj Blerta për të gjitha këto informacione.